Ky bën spektakël politik, nuk bën një politik real, nuk prodhon politik. Dhe mbi të gjitha pastaj dëmi më i madh që i ka bërë Berisha Partisë Demokratike dhe opozitës në tërësi është që e ka bërë disfunksionale Partinë Demokratike. Partia Demokratike tashmë edhe pse mori 500.000 vota në zgjedhjet e disa muajve më parë, pra në 11 maj, e përfaqësuar në shesh me gati 300 vet, jep mesazhin që është një parti që gati është shkrirë, sepse fakti që edhe militantët e tu, të cilët nuk të lënë në asnjë lloj momenti të vështirë, të kanë braktisur, do të thotë që ti ka ardhur fundi dhe duhet të largohet. Më vjen keq për një gjë, se kam 4 vjet që kur kam qenë i angazhuar politikisht, do të thënë në strukturat e Partisë Demokratike, në nivel drejtues të saj, kam 4 vjet që them që Partia Demokratike do të jam brinde kësaj dite. Nuk jam i lumtur që më ka dalë parashikimi. Jam shumë i mërzitur, sepse prisja që të kisha reagim më të madh brenda Partisë Demokratike.